Përshëndetje, jemi një grup 25 veta nga komuniteti i Jogës dhe sot kemi pastruar plazhin e Porto Romanos. I kërkojmë Bashkisë Durrësit të marrë përgjegjësinë e vet dhe këto plera që ne kemi mbledhur t'i çojë atje ku duhen. Gjithashtu, mënyra jonë për të protestuar është kjo. Ne duam të jetojmë në harmoni me natyrën dhe me njerëzit dhe duam një shtet që ka politika riciklimi. Kërkojmë Bashkisë Durrës. Një grup vullnetarësh, po bëjmë një punë vullnetare, jemi ca jogist që kemi bërë këtë organizim për pastrimin e Porto Romanos dhe kemi nevojë për Bashkinë e Durrësit për t'i mbledhur këto që mos bëhen prapë mbetje siç ishin më parë.